jo arenë ku ndeshen pikpamjet e tyre partijake politike, ose më mirë themi interesat e tyre partijake politike. Tash, kur po thojmë, po shkojnë çdo 2 ditë dhe po kthehen pa krypun, ka deputet që s'po shkojnë fare, për shembull të dielën munguan 45, do t'i shohim veç 2 fotografi në ditën e parë të seancës konstituive më 15 prill dhe dje më 17 qershor. Kjo është fotografi nga transmetimi live i faqes së Kuvendit Kosovës më 15 prill, një sallë mbushur plot me 119 deputet. Në sallë edhe balkoni në cilin qëndrojnë vëzhguesit, monitoruesit, edhe punëtorët e medjave, gazetarët, fotoreporterët dhe kameramanët është plot. Nuk ka mundur t'i zë, ndoshta balkoni aq sa ka pasur interesim të medjave atë ditë për ta përcjellë seancën konstituive, po përveç këtyre televizionet, portalet, radiot kanë dërguar ekipe të shumta edhe në hallin e Kuvendit, edhe në ambientet jashtë Kuvendit e Kosovës në për 2 hyrjet kryesore të ndërtesës së parlamentit. Por krejt ndryshe është situata në seancën e mbajtur më 17 qershor. Ditën e djeshme shohim një sallë më të zbrazur poshtë në sallën plenare, numër më i vogël i deputetëve, por edhe balkoni i sallës plenare ka shumë hapësirë. Janë dikun sa i numrova 5 kameraman, 6 fotoreporter bashkë me gazetarët, padyshim interesi është shumë i madh për qytetarët, për audiencën, për votuesit që të përcillet në vazhdimsi çështja e krijimit të institucioneve, por interesimi edhe i deputetëve, edhe i ekipeve që i vëzhgojnë ata për t'informuar në detaje, duket se ka rënë. Për shkak të parandjenjes se si do të përfundoj vazhdimi i seancës. A ka kuptim kjo, nëse janë më shumë se 2 muaj, me 15 qershor janë bërë 2 muaj prej seancës parë dhe po e shohim dallimin? Atëherë, situata tillë ose një fotografi e tillë është një fotografi e cila përbën shqetësim bilatë serioz, për arsye që është detyrë kushtetuese e deputetit të Republikës së Kosovës që ashtu të marrë pjesë në seancat e Kuvendit dhe që në secilën seancë përfshirë këtu edhe konstituive me tekst të veçantë, për arsye që është detyrë e deputetit që ta ushtrojë funksionin e tij në mënyrën më të mirë të mundshme dhe mënyrën ashtu përfaqësuese të Kuvendit, dhe se Kuvendi patjetër që ka nevojë tashmë më së shumti që të jetë i përfaqësuar. Kur them të jetë i përfaqësuar, të shkojnë atë dhe që të gjejnë zgjidhje e jo vetëm të i shërbejnë interesave partijake politike siç është duke ndodhur. Andaj patjetër që edhe me ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit parashihet një gjë e tillë ku deputetët mundet dhe po ashtu edhe me rregulloren e Kuvendit, deputetët në momentin e mungesës së tyre ata duhet që të bëjnë kërkesë dhe janë ato procedurat të cilat duhet ndjekur mirë, por realisht nuk e besoj dhe nuk kemi pas ndonjë komunikim ose ndonjë deklarim zyrtar nga Kuvendi dhe nga sekretariati